Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të presë të njëjtën në Washington, mbledhjen inauguruese të ashtu quajturit Bordi i Paqes, duke mbledhur përfaqësues nga vendet anëtare për të shpallur strategjitë dhe fondet për rindërtimin e Gazës. Ndërsa aleatët perëndimor të SBA-s e mbajnë me kujdes bordin në distancë, disa vende të lindjes së mesme do të marrin pjesë në takimin e parë, i cili do të zhvillohet në Institutin Amerikan për Paqen në Washington, duke vlerësuar potencialin e pakufizuar të bordit. Trump, kryetari i tij pa afat të caktuar, shkroi në platformën e tij Truth Social: Bordi i Paqes do të provojë të jetë organi ndërkombëtar më i rëndësishëm në histori. Kritikët kanë denoncuar atë që e quajnë agjendë imperialiste të Trump, ndërsa shumë analistë shohin zgjerimin e mandatit të bordit si rival të Kombeve të Bashkuara. Trump është kritikuar gjithashtu për ofrimin e vendit në bord për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin rus Vladimir Putin, të dy të kërkuar për krime të pretenduara lufte nga gjykata penale ndërkombëtare. Deri tani vetëm Netanyahu e ka pranuar zyrtarisht ftesën, megjithëse është shprehur i pakënaqur për përfshirjen e zyrtarëve turq dhe katarian në bordin ekzekutiv për Gazën. Për disa nga pjesëmarrësit në Washington të njëjtën, çështja nuk është vetëm diplomatike, por edhe e brendshme, pasi vendimet e marra në lidhje me territorin e pushtuar palestinez mund të jenë jehon në vendet e tyre. Çfarë përfshin agjenda e takimit të parë? Fokusi kryesor i takimit inaugurues të së njëjtës është një plan i rindërtimit për Gazën, e cila është ndërruar kryesisht në rënoja nga lufta e vazhdueshme e Izraelit, e mbështetur diplomatikisht dhe me armë nga SBA-ja. SBA-ja pritet të shpallë $5 miliardë fonde nga shtetet anëtare për përpjekjet humanitare dhe rindërtimin e Gazës. Bordi pritet të dëgjojë gjithashtu më shumë detaje për të ashtu quajturën forcë ndërkombëtare stabilizimi, e cila do të mbikëqyrë sigurinë në Gaza, sipas planit me 20 pika të administratës Trump për përfundimin e luftës së Izraelit në rripin e Gazës. Të shpallur vitin e kaluar, plani parashikon një armpushim me faza në Gaza, çarmatimin e Hamasit dhe krijimin e një strukture qeverisëse teknokrate për administrimin e territoreve palestineze gjatë një periudhe tranzitore. Bordi i Paqes u prezantua zyrtarisht muajin e kaluar në kuadër të Forumit Ekonomik Botror në Davos, Zvicër. Jared Kushner, dhëndri i Trump, është antar i ekzekutiv i bordit, paraqiti gjithashtu një vizion të detajuar për rindërtimin, përfshirë resorte bregdetare dhe kulla të larta për Gazën, i cili u kritikua nga grupet palestineze të avokimit si imperialist. Më 15 shkurt, Trump shkroi në Truth Social se shtetet anëtare të bordit kanë angazhuar mijëra pjesëtar për forcën ndërkombëtare të stabilizimit dhe policinë lokale për të ruajtur sigurinë dhe paqen për banorët e Gazës. Rindërtimi i territoreve palestineze të rrafshuara, të shkatërruara nga bombardimet izraelite në Gaza dhe nga prishjet dhe bastisjet në bregun perëndimor, do të ishte një detyrë kolosale më vete, me një kosto të vlerësuar rreth $70 miliardë nga Kombet e Bashkuara. Megjithatë, ndërsa bordi fillimisht u konceptua si një organ që do të ndërmjetësonte luftën e Izraelit në Palestinë dhe stabilitetin në rajon, ai e ka zgjeruar që atëherë mandatin për të zgjidhur konflikte në mbarboten. Bordi do të paraqesë një vizion të guximshëm për civilët në Gaza dhe më pas në fund për te Gazës paqe botërore, shtoi Trump në postimin e tij. Kush shkoi në Washington dhe kush jo? Shtëpia e Bardhë ka ftuar zyrtarisht 50 vende për t'u bashkuar Bordit të Paqes, ndërsa 35 lider kanë shprehur interes deri tani. Aktualisht 26 vende janë bërë pjesë dhe janë caktuar si anëtare themeluese. Të paktën 14 vende kanë refuzuar ftesën. Evropa është ndarë për Bordin e Paqes të Trump dhe mandatin e tij të zgjeruar, të cilin presidenti amerikan do të vazhdojë ta drejtojë dhe pas përfundimit të presidencës së tij. Vetë Bashkimi Evropian ka deklaruar se nuk synon të bashkohet Bordit të Paqes për shkak të shqetësimeve lidhur me mandatin, ndërsa presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka refuzuar ftesën për takimin e së njëjtës. Ftesa e Trump për presidentin rus Vladimir Putin për të ulur në bord e ka ndërlikuar më tej pozicionimin e vendeve evropiane, ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon. Deri tani Putin nuk ka vendosur nëse do të bëhet antar. Fuqitë kryesore evropiane, përfshirë Francën, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Spanjën, kanë refuzuar për të bërë antare. Pavarësisht shqetësimeve, BE-ja do të dërgojë komisioneren për Mesdheun, Dubravka Suika, si vëzhguese në takimin e së njëjtës. Një zëdhënëse deklaroi se megjithëse mbeten pyetje për mandatin, BE-ja do të punojë me SBA-n për zbatimin e planit të paqes për Gazën. Ndërsa BE-ja nuk i është bashkuar bordit si antare, dy vende antare, Hungaria dhe Bullgaria, janë bërë pjesë. Kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili do të marrë pjesë në takim, është një aleat i afërt i Trump. Kosova dhe Shqipëria janë bashkuar gjithashtu bordit si antare dhe do të marrin pjesë në takimin e së njëjtës. Italia, Çiproja, Greqia dhe Rumania kanë konfirmuar se do të dërgojnë përfaqësues si vëzhgues. Presidenti rumun Nikus Orban, i cili merret edhe me politikën e jashtme, do të marrë pjesë personalisht. Ndërkohë Papa Leo, i cili udhëheq 1.4 miliard katolik në mbar botën, e ka refuzuar ftesën për vendin në bord, duke theksuar se si
situata e krizës duhet të menaxhohet nga Kombet e Bashkuara. Tahani Mustafa, studiues në programin për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Këshillin Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë, tha për Al Jazeera se aleatët perëndimor të SBA-s këmbgulin t'i përmban një rendi liberal të bazuar në rregulla dhe multilateralizëm. Këmbgulin t'i përmban një rendi liberal të bazuar në rregulla dhe multilateralizëm që u jep atyre një farë barazie, ndërsa pjesë tjetër e jugut global ka qenë shumë më pragmatike në mbështetjen dhe madje antarësimin që po i jepet Bordit të Paqes. Disa fuqi të mëdha rajonale në lindjen e mesme janë bashkuar Bordit të Paqes të Trump. Nga Izraeli, ministri i jashtëm Gideon Sar do të marrë pjesë në takimin e sejntes. Aleatët afatgjat të SBA-s, Emiratet e Bashkuara Arabe, Maroku dhe Bahreini ishin ndër shtetet e para arabe që ranë dakord të bashkoheshin muajin e kaluar, të ndjekura nga Egjipti. Më pas ekonomia më e madhe e rajonit, Arabia Saudite, ju bashkua së bashku me Turqinë, Jordaninë dhe Katarin, duke deklaruar se vendet janë të përkushtuara për të mbështetur të drejtën e Palestinës për vetvendosje dhe shtetësi në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Së fundmi u bashkua dhe Kuvaiti. Të gjitha këto vende do të dërgojnë delegacione në takim. Partnerët e lindjes së mesme thonë se po përpiqen të jenë pragmatik dhe të bëjnë atë që mendojnë se është më mirë për Gazan dhe për të ndaluar gjakderdhjen, tha Mustafa për Al Jazeera. Ajo shtoi se në realitet në fund të fundit, kjo ka të bëjë më shumë me forcimin e marrëdhënieve të tyre me SBA-n dhe me shmangjen e përplasjes me dikë që është i paparashikueshëm si Trump. Sipas saj, vendet e lindjes së mesme kanë një histori jo të mirë si mbrojtëse të çështjes palestineze, veçanërisht në dekadat e fundit. Nga Azia Qendrore, presidentët e Kazakistanit dhe Uzbekistanit, përkatësisht Kasimi Jomart Tokayev dhe Shavkat Mirziyoyev, do të marrin pjesë si antar të Bordit të Paqes. Kryeministri armen Nikol Pashinyan dhe presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev po ashtu do të udhëtojnë drejt Washingtonit për takimin si antar të Bordit. Nga Azia Juglindore, presidenti i Indonezisë, Prabowo Subianto, ndodhet në Washington për takimin, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste të Vietnamit, To Lam, do të marrë pjesë në mbledhjen e antarëve të Bordit. Pakistani është i vetmi vend nga Azia Jugore që i është bashkuar Bordit të Paqes të Trump. Kryeministri Shehbaz Sharif po udhëton drejt Washingtonit për të marrë pjesë. India ka deklaruar se po shqyrton ftesën, por nuk i është bashkuar ende Bordit dhe do të dërgojë përfaqësues si vëzhgues. Ndërkohë Zelanda e Re ka refuzuar ftesën për t'u bashkuar, duke kërkuar më shumë qartësi, ndërsa Australia ka deklaruar se ende po e shqyrton ftesën. Më shumë se 20 lider që mblidhen në Washington, vendimet për sigurinë dhe qeverisjen në territorin e pushtuar palestinez mund të kenë pasoja politike të brendshme, veçanërisht në qeveritë e Indonezisë dhe Pakistanit. Në Indonezi, vendi me popullsinë më të madhe myslimane në botë, mbështetja për një Palestinë të pavarur debaton prej dekadash. Indonezia gjeti gjithashtu mbështetje nga udhëheqja palestineze gjatë lëvizjes së saj për pavarësi, e cila kulmoi në vitin 1945. Opinioni në vend për Bordin e Paqes është ndarë që nga momenti kur Prabowo ju bashkua nismës dhe rezultatet e takimit në Washington mund të kenë pasoja për në politikën e brendshme. Edhe kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, ka gjasa të përballet me presion në vend, ku opinioni publik prej kohësh mbështet kauzën palestineze.